Me mira, sot ne kemi zbritur miq, si vend, jemi në nivelin e vitit 1960 për mjek për banor, mjek për numër banorësh. Kemi 4 herë më pak se Bashkimi Evropian. Pra kanë qenë 12 vite rrokullisje të vërtet. Në 2013 pensionistin Gramsh, mirë të pak, po mirë të më shumë, se pensionistin Maqedoni, se pensionistin Serbi, se pensionistin Malzi, në Rumani dhe në Bullgari. Në 2013 rrogulltin Gramsh, mirë të pak, po prap mirë të më shumë, se sa rrogulltin Maqedoni, se sa rrogulltin në Serbi, Maltezi, Rumani dhe Bullgari. Në 2013 rumunët kishin një rrogë minimale 830 lei, rrogë pra 167 euro, kurse shqiptarët kishin një rrogë minimale 220 euro, 220.000 lek, ti themi me lek. Sot, rumuni ka një rrogë minimale 3.300 lei, rrogë minimale 800 euro. Sot, malazezi, që kishte një pension 138.000 lek, ka një pension 450.000 lek. Sot, Serbi që kishte një pension 120.000 lek, ka një pension 405.000 lek. Sot, Maqedonasi që kishte një pension 130.000 lek, ka një pension 390.000 lek. Qa ndodhi? Qa ndodhi, miqtë e mi? Qa ndodhi? Injorim i plot dhe poshtrim i pensionistëve dhe i qytetarëve. Po mos harroni një gjë tjetër që është akoma në të mërshme. Në qoftë se në vitin 2013 me 143.000 lek blije për shkak të çmimeve 2 herë e gjysmë më shumë se sot. Inflacioni ka rritur çmimet e ushqimeve 250%. Dhe për të përballuar këtë rritje çmimesh, sipas ekonomistëve, pensionisti shqiptar duhet kishte pensionin sot për të ble një lloj si në 2013, duhet të mirte 390.000 lek. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Rrogullti, po pse rumuni kalon nga 800 lei në 3.300? Po pse malazezi kalon nga 138.000 lek në 450.000 lek? Thjesht mik. Prandaj dhe duhet t'ja u them dhe t'ja u thoni çdo bashkëqytetari tuaj se qeveria që zgjidhet nga populli, që zgjidhet me votën e popullit, e ka detyrim absolut kushtetues ligjor që parat e buxhetit t'ja u kthej qytetarëve. Rroga dhe pensione, arsim, shëndetësi e tjerë me radhë. Kurse këta, çfarë bëjnë këta? Çfarë bëjnë këta? Këta kanë vjedh miliarda nga rrogat tuaja dhe pensionet tuaja, o miq. Si kanë vjedh, ja u them unë ju. Këta i kanë kaluar në rrugë, po rrugë pristi. Rrugë këta i ndërtojnë me çmime 10 herë më të mëdha, më të larta se në Europë. Para 3 vitesh, në Kroaci, ju lutem kush doj të kërkoj në Google, rruga, autostrada, Manastir Bjeljosek, 27 metra e gjerë, 17 kilometra e gjatë, kushtoj
27 milion euro. Kushtoj 1,6 milion euro kilometri.